Para se t'ju tregoj këtë histori që më ka thyer dhe rindërtuar në të njëjtën kohë, dua të di një gjë prej jush. Nëse prindi juaj ju kishte braktisur kur ishte fëmijë, do ta kërkonit atë sot, do t'i hapnit derën apo do ta linit jashtë jetës suaj përgjithmonë? Shkruani në komente mendimin tuaj, sepse përgjigjja që do t'jepni sot mund të ndryshojë pasi të dëgjoni historinë e Adrianës. Kjo nuk është një histori e thjeshtë. Kjo është historia e një gruaje që kaloi 34 vjet duke mbajtur një boshllëk në kraharor, dhe kur e mbushi atë boshllëk, zbuloi se brenda tij fshihej diçka që nuk e kishte imagjinuar kurrë. Kishte një fotografi të vetme, vetëm një. Një fotografi e vogël, e zverdhur nga koha, me skajet e grisura si të kishte kaluar në përduart e shumë njerëzve përpara se të arrinte te ajo. Në atë fotografi, një burr i ri qëndronte me një foshnjë në krah, duke qeshur me gjithë fytyrën drejt kamerës, një qeshje e hapur, e lirë, e pakujdesshme. Foshnja, e mbështjellur në një batanie të bardhë me pika roz, flinte paqësisht, e pavetdijshme për çdo gjë. E pavetdijshme se ajo qeshje do të ishte gjëja e fundit që ai burr do t'i jepte, se ajo fotografi do të bëhej gjëja e vetme materiale që do të mbaste gjatë gjithë jetës si provë se kishte pasur baba. Adriana e ka parë atë fotografi aq herë sa e ka mësuar përmendësh si poezi. Ka mësuar çdo detaj, mënyrën si flokët e burrit binin lehtë mbi ball, mënyrën si gishtat e tij të mëdhenj rrethonin trupin e vogël të foshnjës me një kujdes që dukej i sinqert, mënyrën si koltuku i kuq pas tyre kishte një eçar të vogël në anën e majt. Ka shikuar gojen e tij të hapur nga gëzimi dhe ka provuar her pas here të lexojë mendjen prapa asaj goje. Çfarë mendonte ai atë çast? A e dinte atëherë se do të largohej? A e kishte vendosur tashmë? Apo gëzimi i tij ishte i vërtet dhe vendimi erdhi më vonë si diçka e papritur edhe për të vet? Nuk ka pasur kurrë përgjigje për këto pyetje, dhe kjo, pikërisht kjo mungesë e përgjigjes, ka qenë dhimbja më e madhe e jetës së Adrianës. Jo braktisja në vetvete, por heshtja e pashpjegueshme rreth saj. Ajo lindi në një qytet të vogël shqiptar, ku shtëpitë bëheshin afër njëra tjetrës, si njerëzit e ngushtë ndaj njëri tjetrit kur ka dimër të ashpër. Qyteti kishte rrugë me gur, plot gropa në ditë shiu dhe një shesh qendror ku burrat e vjetër mblidheshin çdo pasdite për të pirë kafe dhe diskutuar botën, sikur bota të ishte diçka e vogël që mund të kapej me duar. Kishte një pazar të vogël, disa dyqane, një shkollë të vetme dhe një kish në fund të rrugës kryesore. Kishte era të dimrit që kalonin nëpër xhamat e holl si të mos ekzistonin dhe vera të nxehta që bënin asfaltin të dukej si karamel i shkrir. Adriana lindi në mes të vjeshtës, kur gjethet binin të gjelbra dhe e kuqe mbi rrugët e lagjes, dhe ena e saj lumturia ka treguar shpesh se si e mbante foshnjën e re në krah dhe shikonte ato gjethe rretonin e mendonte se natyra kishte zgjedhur sezonin e duhur për të sjellë në botë diçka kaq të çmuar. Por ajo butësi poetike e fillimit u ndal shpejt, shumë shpejt. Babai i Adrianës, Iliri, kishte qenë burri me të cilin lumturia kishte rënë në dashuri kur të dyve ju dukej se bota ishte bujare dhe e drejtë. Ishin martuar të rinj, me entuziazmin e atyre që nuk e din sa të vështirë mund të bëhet jeta. Iliri punonte si mekanik në një punishte të automjetesh dhe ndëronte, sipas asaj pak sa ka treguar lumturia, diçka më shumë. Gjithmonë kishte folur për emigrimin, për Europën, për mundësitë që atje ekzistonin dhe këtu mungonin. Por fjalit për emigrimin kishin qenë ëndra të paqarta, jo plane konkrete. Të paktën, kështu kishte menduar lumturia. Kur Adriana ishte vetëm 6 muajshe, Iliri u ngrit një mëngjes, si çdo mëngjes tjetër. Lumturia ka treguar dhe tregon akoma, megjithse tani me pak fjalë dhe shumë heshtje, se ai kishte pirë kafen e tij, kishte veshur xhaketën e re të lëkurës që ja kishte bler pak kohë më parë dhe kishte thënë se shkonte në punishte. Foshnja flinte, lumturia pastronte enët. Dera u mbyll pas tij me një zurmë normale, jo dramatike. Nuk ishte qenë ajo mbyllja e përfundimtare e filmit, por vetëm zurmën e zakonshme të një dere që mbyllet me kujdes. Dhe ai nuk u kthye kurrë. Fillimisht lumturia mendoi se kishte ndodhur diçka. Pas disa orësh e telefonoi punishten. Kolegu i tij i tha se Iliri nuk ishte ardhur atë ditë. Pastaj filluan telefonata tek familja e tij, babai i tij i vjetër, motra e tij në qytetin tjetër. Askush nuk dinte, ose të paktën askush nuk fliste. 2 ditë më vonë, shoqja e motrës i tha lumturjes, me atë lloj zëri të ulët dhe sythave që shmangin kontaktin, se Iliri kishte marrë autobusin në Tiranë dhe nga Tirana kishte vazhduar drejt kufirit. Kishte ikur, kishte lënë një grua me një foshnjë 6 muajshe, pa lajm, pa letër, pa shpjegim. Thjesht kishte ikur, si dikush që nxjerr këpucët dhe i le tek dera pa u kthyer ti marr.
Lumturia nuk e ka treguar plotësisht të periudhë të parë. Adriana e ka mësuar cop pi cop, nga fjalët e grumbulluara gjatë viteve, nga gjyshja, nga të afërmit, nga ato pak herë kur nëna bëhej disi e hapur pas një lodhje të madhe apo një gëzimi shumë të papritur. Ajo e rindërtoi atë periudhë si dikush që mbledh copzat e një pasqyre të thyer, pa qenë kurrë e sigurt se i ka të gjitha copzat dhe pa qenë kurrë e sigurt se imazhi final është real apo vetëm ajo çfarë ka imagjinuar. Atë që di me siguri është kjo: nëna e saj u mbyllën brenda vetes, sikur merr flakën në një dhomë dhe i mbyllet të gjitha dritaret dhe dyert. Zjarri vazhdon të jetë atje, por askush nuk mund ta shohë dhe nxehtësia mbetet brenda. Lumturia punoi si nuk mendohej se një grua e vetme me foshnjë mund të punonte. Lante rrobat e fqinjve, qeshte, pastronte, bënte çfarëdo pune që gjente. Mori gjyshen e Adrianës pranë për të ndihmuar me fëmijën dhe vazhdoi. Nuk qau, ose të paktën nuk qau ku mund ta shihte njeri, nuk u ankua, nuk fliste për Ilirin. Mori vendimin e heshtur dhe të patundur të mos e linte atë emër të hynte në shtëpinë e tyre si diçka e reale. Por Adriana rritej dhe me të rritej edhe pyetja. Fëmijëria e Adrianës ishte e ndarë në dy botë paralele, si dy vija paralele që kurrë nuk takonin. Nga njëra anë ishte jeta e jashtme, shkolla, miqt, rruga, lojrat e fëmijërisë, kalimi i stinëve, festat, mësimet, të gjitha ato gjëra normale që ndodhnin ashtë mureve të shtëpisë dhe që e bënin jetën të dukej e plot. Nga ana tjetër, kishte jetën e brendshme, ajo botë e heshtur dhe e fantme që ekzistonte brenda saj, ku banonte pyetja e madhe, si një dhomë ku nuk hyne kurrë, por dine gjithmonë se ishte atje. Herët, kur ishte shumë e vogël, 5, 6, 7 vjeç, pyetja kishte marrë formën më të thjeshtë të mundshme. Pse? Fëmijët e moshës së saj kishin baballar. Jo të gjithë natyrisht, por shumica. Kishte fëmijë me baballar që punonin larg, kishte fëmijë me baballar që ishin divorcuar nga nënat e tyre, kishte edhe fëmijë që kishin humbur baballarët nga smundja apo aksidenti. Por Adriana kishte diçka ndryshe. Kishte baban që kishte ikur me dashje, që kishte zgjedhur të mos jetë aty. Dhe kjo dallimi vogël, zgjedhja, bënte pyetjen të ketë një dhimbje tjetër, një dhimbje me thumba. Herën e parë që e kuptoi plotësisht, kishte qenë te festa e vitit të ri, kur ishte 6 vjeç. Klasa kishte bërë një shfaqje të vogël dhe çdo fëmijë kishte ftuar familjen. Adriana kishte ardhur me nënën dhe gjyshen dhe kjo i kishte dukur normale, derisa kishte parë njërën nga shoqet e saj duke u ngjitur në skenë dhe si babai i asaj shoqe kishte dalë nga rreshti i njerëzve, kishte bërë me dorë dhe kishte thirrur, bravo Meso, me një zë kaq të lartë dhe kaq të lumtur sa të gjithë ishin kthyer. Adriana kishte parë fytyrën e asaj shoqe, si kishte ndriçuar, si ishte bërë krenare dhe shndritshme njëkohësisht dhe kishte ndjerë brenda vetes diçka që nuk kishte ende fjalë për ta emërtuar. Nuk ishte xhelozi e thjesht, ishte diçka më e thellë, diçka që prekte jo atë çfarë kishte, por atë çfarë ishte. Atë natë, kur kishin ardhur shtëpi dhe gjyshja kishte bërë çaj dhe kishte rënë nata, Adriana kishte pyetur nënën, pse nuk e kemi baban? Pyetja kishte dalë qetë, pa dram, si dikush që pyet kohën. Lumturia kishte heshtur për 1 sekond, vetëm 1 sekond, dhe pastaj kishte thënë fjalë që Adriana i ka mbajtur sigur në xhep gjatë gjithë jetës. Ai shkoi të punoj larg, nuk u kthye. Kaq. Kaq. 2 fjalë të fundit. Kaq. Si të ishte tregimi i plot, si të mos kishte asgjë tjetër për të thënë, si të pyesja dikë për botën dhe ai të përgjigjej, është e madhe, dhe pastaj të kthehej të lexonte gazetën. Adriana nuk kishte shtuar gjë atë natë, por brenda saj, ajo kaq kishte filluar të punoj si diçka që gërryen ngadalë, si ujë ndaj gurit, jo me forcë dhe bujë, por me vazhdimsi dhe pa pushim. Vitet kaluan dhe Adriana u rrit, dhe me rritjen e trupit, u rrit edhe kompleksiteti i ndjenjave. Nuk ishte më thjesht pyetja pse, kishte filluar të bëhet pyetja kush. Kush ishte ai njeri? Çfarë lloj njeriu lë një fëmijë? A kishte menduar ndonjëherë për të? A e dinte se kishte lënë një vajzë, jo vetëm një grua? A flinte i qetë natën?
A kishte jetuar me ndjesinë e asaj largimi, apo e kishte harruar fare, si harron një gjë të vogël dhe të parëndësishme? Shkolla ishte I vetmi vend ku Adriana mund të largohej plotësisht nga ato pyetje, jo sepse shkolla ishte mahnitse, ishte shkolla mesatare e një qyteti të vogël shqiptar, me banka të vjetra, dërasa të zeza me shkum dhe mësues që kishin lodhur pak, por ende jepnin mësim me përkushtim. Adriana ishte mësuese e mirë, jo shumë e shkëlqyeshme. Kjo do të kishte kërkuar një qetësi të brendshme që ajo nuk ishte, por e mirë, e qëndrueshme, e besueshme. Mësueset e donin sepse ishte serioze, shoqet e donin sepse ishte e ndershme dhe e drejtë, dhe kur dikush kishte problem, Adriana nuk largohej, por qëndronte. Kishte mësuar shumë herët se çfarë do të thotë të qëndrosh, ndoshta sepse kjo ishte gjëja që I mungonte më shumë, dikush që kishte qëndruar. Gjyshja e saj, zonja Vera, ka qenë kolona e vërtetë e shtëpisë gjatë atyre viteve. Ishte grua e moshuar me duar të çara nga puna, me flok të bardhë dhe me një kapacitet të pabesueshëm për t'i bërë gjërat të duken të menaxhueshme edhe kur nuk ishin. Gatuante me pak, por gjithmonë ndihej sikur ishte shumë. Tregonte histori para gjumit, histori nga fshati, nga e kaluara, nga njerëzit e saj, dhe në ato histori nuk ishte kurrë baballar që iknin. Kishin baballar që punonin fort, baballar që mërziteshin, baballar që bënin gabime dhe pendoheshin, por kurrë baballar që thjesht zhdukeshin, si njerëz nuk ekzistojnë. Një herë, kur Adriana ishte rreth 10 vjeçe, kishte pyetur gjyshen: "Gjyshe, a e do baban tim?" Zonja Vera kishte ndalur së qinit, kishte vënë shporet poshtë dhe kishte ulur syt tek duart e veta. Kishte heshtur aq gjatë sa Adriana kishte menduar se pyetja kishte qenë gabim ta bënte. Pastaj gjyshja kishte thënë ngadalë me zë të ulët: "Nuk mendoj se do apo nuk e do ka rëndësi, vajzë. Atë çfarë ka rëndësi është si do jetosh ti." Dhe pastaj e kishte marrë shporen dhe kishte vazhduar. Adriana e ka ruajtur atë fjalë gjatë gjithë jetës, jo sepse I kishte dhënë përgjigje, por sepse kishte qenë e para herë që dikush I kishte thënë se ajo kishte fuqi mbi jetën e saj, jo thjesht se gjërat ishin si ishin. Ekonomikisht, shtëpia e tyre ecste në buzë, lumturja bënte çfarë mund të bënte, kishte marrë punë si sekretare në bashki, punë e qëndrueshme por me pak të vogël. Gjyshja ndihmonte me ato pak se kursime që kishte mbledhur gjatë gjithë jetës dhe me punët e shtëpisë. Kishte muaj të mirë dhe muaj të këqinj. Kishte periudha kur veshja e re ishte luks dhe jo nevojë, kur dritat mbaheshin pak kohë pas darke, sepse rryma kushtonte, kur festimet bëheshin me ndjenjë e jo me mall. Adriana e ka mësuar vlerën e paras herët, jo si teori, por si vërtet fizike, si diçka që ndihej kur I duhej të shkonte në shkollë me çantë të vjetër, ndërsa shoqet kishin çanta të reja, kur festimet e ditëlindjes bëheshin thjesht me tortë shtëpie dhe pak kandela, kur shikonte vitrina dyqanesh me dëshirë, pa ndjenjën të drejtë të hynte brenda. Por gjëja e çuditshme, dhe Adriana e ka kuptuar këtë vetëm si e rritur, është se ajo vështirësi ekonomike, edhe pse ishte dhimbshme, nuk kishte qenë burimi kryesor I dhimbjes. Burimi kryesor kishte qenë diçka më imaterial, diçka që nuk mund ta blinje me para, edhe nëse do t'i kishe. Ndjesinë se nuk kishte plotësinë, ndjesinë se ekzistonte, por me një copë mungesë brenda, sikur ke një enë me të qarë. Mund të mbushësh, por nuk mban. Dhe me kalimin e viteve, ajo ndjesi bëhej ndonjëherë kaq e madhe sa duhej të dilte. Dilte si zem andimi I papritur ndaj nënës për gjëra të vogla, dilte si lot natën, pas orës kur shtëpia mbyllte zërat dhe errësira bëhej e plot. Dilte si sjellje e mbyllur ndaj djemve, kur ata filluan të interesonin. Nuk ishte e ftohtë, por nuk hapej lehtë, si dikush që ka mësuar se hapja e derve shpesh do të thotë të lejosh ftohtin të hyjë. Kishte miq të mirë, kishte momente gëzimi, kishte të qeshura dhe entuziazëm adoleshent, por ato gjithmonë kishin një stres tjetër poshtë, ajo stres e zymë të pyetjeve të papërgjigjura, shtresa e boshllëkut.
Kthesa e parë e madhe erdhi kur Adriana ishte rreth 15 vjeç. Kishte qenë vjeshtë, gjithmonë vjeshta kishte qenë sezoni i ndryshimeve në jetën e saj, si të kishte trashëguar edhe sezonin e lindjes si lidhje me momentet e mëdha. Dhe kishte qenë duke pastruar dhomën kur kishte gjetur, brenda një kutie të vjetër nën shtrot, atë fotografi. E dinte se ekzistonte, por nuk e kishte parë prej vitesh. Nëna e kishte mbajtur diku, larg syve, si diçka që nuk duhej fshirë sepse ishte e vërteta, por nuk duhej lënë as e hapur sepse ishte dhimbja. Kjo kishte rënë rastësisht, apo ndoshta nuk kishte rënë rastësisht, ndoshta kutia e kishte qenë atje me dije, dhe Adriana e kishte marrë atë foto dhe kishte ulur. Kishte qëndruar kështu, me foto në duar për aq gjatë sa nuk e dinte. Kishte shikuar fytyrën e atij burri të ri dhe kishte provuar të ndjej diçka, urrëtie, dashuri, indiferencë, diçka. Kishte gjetur vetëm një ndjenjë që nuk e priste, kureshtje e pastër, e pa infektuar nga ndjenja tjera. Donte të dinte kush ishte ai njeri, jo si baba, si njeri. Atë mbrëmje, për herë të parë me vite, kishte hyrë te nëna dhe kishte shtruar foton mbi tavolinë midis tyre dhe kishte thënë: "Dua të di kush është, dua të di çdo gjë." Lumturia kishte parë foton për një kohë të gjatë. Pastari kishte zgjatur dorën dhe e kishte marrë, ngadalë, me gishta që tashmë trembesh një pak, dhe kishte nisur të flasë. Dhe Adriana kishte mësuar atë natë se historia kishte më shumë shtresa nga sa kishte menduar. Lumturia fliste ngadalë, me zërin e ulët, si dikush që hap një derë të vjetër dhe i friksohet se çfarë mund të gjejë brenda. Adriana e kishte dëgjuar pa e nërprerë, kishte mësuar herët se kur nëna fliste për gjëra serioze, çdo ndërprerje do ta mbyllte sërish si libri mbyllet kur humbet faqen. Iliri kishte qenë, tha Lumturia, buri i dashur sipas atij kuptimit të ri, të paprovuar të rinis, kur nuk dalloje ende mes dashurisë dhe nevojës, mes dëshirës dhe zgjedhjes. Kishin në dashuri shpejt, si goditja e shiut, kur bie papritur, pa paralajmërim, dhe gjithçka një herësh. Kishin pasur muajt e parë të martesës plot me atë entuziazëm të pastër, të paprekur nga realiteti. Pastaj, realiteti kishte filluar të shfaqet, pak nga pak, si thyerjet e vogla mbi suvjen e murit. Nuk i shihje dot njëra nga vetja, por së bashku bënin figurën. Iliri kishte qenë njeri ambicioz, por jo me llojin e durimit që kërkon ambicia e vërtet. Dëshironte gjërat shpejt, dëshironte ndryshimin pa procesin. Kishte parë miqtë e tij që emigronin dhe ktheheshin me xhaketa të reja dhe para në xhep, dhe kishte parë Europën jo si vend gjeografik, por si simbol, simboli gjithçkaje që i mungonte aty, gjithçkaje që ndjente se kishte të drejtë ta kishte. Lumturia kishte provuar të flasë, t'i shpjegoj se emigrimi nuk ishte zgjidhja magjike, se aty kishte gjithashtu vështirësi, se ndryshimi i vendit nuk ndryshon gjithmonë njeriun, por Iliri nuk kishte dëgjuar, jo sepse ishte i keq, por sepse dëgjimi kërkon qetësi të brendshme, dhe ai nuk kishte atë qetësi. Kur Adriana kishte lindur, Iliri kishte qenë i lumtur. Kjo lumturia e tha me bindjen e dikujt që e di se është e vërteta. Kishte mbajtur foshnjën dhe kishte qëndruar zgjuar natën, dhe kishte kryer të gjitha ato gjëra që bëjnë baballarët e rinj të lumtur dhe të trembur njëkohësisht. Por muajt kishin kaluar, dhe vështirësia ekonomike kishte shtuar presionin, dhe presioni e kishte bërë Ilirin të mbyllej dhe mbyllja kishte bërë çiftin të largoheshin pak nga njëri tjetri, dhe kjo largësi kishte ushqyer ëndrat e tij të ikje. Kishte ikur pa letër, por lumturia kishte zbuluar pak kohë pas ikjes se kishte marrë me vete dokumente, pasaporta, pak kursime që i kishin mbajtur të fsheshta, kontaktet e njerëzve që i ndihmonin të kalonte kufit. Pra, kishte planifikuar me ditë, ndoshta me javë, dhe gjatë gjithë atij planifikimi kishte fjetur pranë gruas, kishte mbajtur foshnjën, kishte jetuar jetën normale dhe nuk kishte thënë gjë. Kjo, tha Lumturia, duke shikuar tryezën dhe jo vajzën e vet, kjo kishte ajo çfarë kishte thyer atë. Jo largimi, mashtrimet dhe heshtja. Fakti se kishte jetuar 2 jeta njëkohësisht dhe asnjëra prej tyre nuk ishte e vërteta. Adriana kishte dëgjuar gjithë këtë pa lëvizur. Pastaj kishte pyetur: "A dini ku është sot?" Dhe Lumturia kishte heshtur. Kishte heshtur me atë lloj heshtjes që tregon jo mos dituri, por vendim që diçka të mos thuhet,
dhe Adriana e kishte kuptuar menjëherë, me atë intuit të mbrehtë që rritet tek fëmijët që kanë mësuar të lexojnë heshtjet, nëna e dinte diçka. Nëna e dinte, ose të paktën kishte dëgjuar, dhe e kishte mbajtur për vete. Nuk kishte shtuar pyetja atë natë, nuk kishte insistuar. Kishte marrë foton dhe kishte shkuar në dhomën e vet dhe kishte ulur me foton mbi gjunjë dhe kishte lënë mendjen të ecte drejt të ardhmes, drejt asaj pike kur do të dinte, do ta gjente, do të ishte gati të merrte përgjigjet. Viti 16 i Adrianës solli gjën e parë konkrete. Ishte gjyshja e vet, zonja Vera, tashmë e moshuar dhe pak e sëmur, por me mendje akoma e qartë si uji i malit. Ajo kishte folur. Kishte qenë një ditë kur nëna mungonte, kishte shkuar te një afërme dhe gjyshja kishte thirrur Adrianën pranë vetes dhe i kishte thënë me zërin e ulët të njeriut që tregon diçka të rëndësishme: "Vajz, dua të ta them diçka përpara se të vdes dhe ta marr me vete." Adriana kishte ulur pranë me zemër që rrahte shpejt. Gjyshja kishte rrëfyer se vite pas largimit të Ilirit, kishte ardhur lajmi, jo drejt për drejt, por ndërmjet zinxhirit të njerëzve, nëpërmjet atij telefoni patel të komunitetit shqiptar, se Iliri kishte arritur në Gjermani, se kishte punuar fillimisht si punëtor, pastaj kishte hapur diçka, se kishte fat apo kishte qenë i zgjuar, apo të dyja. Lajmi ishte i paqartë dhe i pa verifikuar, por bazë kishte. Gjyshja e kishte dëgjuar dhe kishte heshtur, sepse i kishte bërë llogarinë e vet, të thoshte do t'i bënte mirë Adrianës, apo do t'i hapronte plag pa qenë e gatshme ta mbante dhimbjen. Kishte vendosur të heshte. Tani, me vitet kaluar dhe shëndetin e luhatshëm, kishte vendosur të fliste. Nuk di nëse është e vërteta, tha gjyshja. Nuk di nëse ai jeton akoma ku thihej. Nuk di nëse je gati, por ke të drejtë ta dish. Çdo njeri ka të drejtë ta di nga ka ardhur. Adriana e kishte falenderuar gjyshen, me fjalë dhe me përqafim të gjatë, me atë ngrohtësi fizike që zëvendëson shpesh fjalët kur fjalët nuk mjaftojnë. Pastaj kishte shkuar në dhomën e vet dhe kishte qëndruar ulur në errësirë dhe kishte provuar të vendoste se çfarë do të bënte me atë informacion. Jeta vazhdonte. Kishte maturën, kishte planet për arsimin e lartë, kishte punën e parë pjesë kohe, kishte ambientin e saj të vogël por të qëndrueshëm. Dhe mbi të gjitha, kishte frikën, sepse të merresh me atë informacion nënkuptonte të hapja atë derë, dhe ajo derë mund të kishte diçka prapa që nuk ishte gati ta merrte. Kështu kishte vendosur, përkohësisht, me atë lloj vendimi të pasigurt që di se nuk ka fund, të pres, të rritet pak më shumë, të forcohej pak më shumë, pastaj do të shihte. Universiteti e çoi Adrianën në Tiranë dhe Tirana e çoi larg qytetit të vogël dhe ambientit familjar. Për herë të parë jetonte e vetme, ose gati e vetme me shoqe çardhe në dhrom qiraje, dhe kjo liri e re kishte pasur shijen e ujit pasetje, shumë e mirë, shumë e lirë, me gjithë rrisqet e mundshme të saj. Studioi filologji, gjuhësi dhe letërsi, lënda e dashurisë dhe e kuptimit. Profesori i saj i parë i letërsisë kishte thënë diçka gjatë orës së parë që Adriana e ka ruajtur si thënie. Letërsia nuk na mëson se ç'duhet të ndjejmë, na mëson se si të ndjejmë atë që ndjejmë. Adriana e kishte kuptuar atë fjalë jo intelektualisht, por fizikisht, si dikush që merr një mjet që i duhej dhe nuk e binte. Tirana ishte tjetër gjë, ishte zhurmë dhe lëvizje dhe njerëz me drejtime të ndryshme, ishte kafe e mirë dhe debate të vonshme dhe mundësi. Por ishte gjithashtu vend ku e kaluara nuk vinte me ty fizikisht, por kishte mënyrën e vet për të mbërtetur brenda. Brenda dhomës së qiras, në atë orë natën kur shoqet flinin dhe qyteti zvoglonte zërat e tij, pyetjet ktheheshin me forcë të re, të ushqyer nga largësia, nga vetmia e re, nga ajo ndjeshmëri e shtuar që ka dikush kur është për herë të parë larg shtëpisë dhe kupton se shtëpia nuk është vetëm vend, por njerëz dhe histori dhe gjëra të papërgjigjura. Adriana kishte filluar të shkruante, jo prozë, jo poezi, thjesht shënime të brendshme, si biseda me veten, si tentativa për t'i dhënë formë gjërave që nuk ishin formë të qartë. Shkruante natën, me dërshkrim të vogël dhe të ngushtë, faqe pas faqe, dhe ato faqe bëheshin si pasqyrë, jo pasqyra që tregon fytyrën, por pasqyra që tregon brendësinë. Dhe brendësia, e shikuar nga i distanci i ri i Tiranës dhe i moshës, kishte një formë të qartë. Adriana nuk ishte paqe. Jo paqen e rreme të dikujt që ka vendosur të mos mendoj. Ajo kishte mësuar atë lloj paqe edhe e dinte se ishte e rreme, po fliste për paqen e vërtet, atë që vjen nga plotësia, nga fakti se i di të gjitha që duhet ditur.
dhe plotësia kërkonte atë derë të mbyllur. Duhej hapur. Vendimi nuk erdhi si moment dramatik, erdhi gradualisht, si vendimi i madh shpesh vjen, jo si zbules, por si maturim, si fruti që bien kur është gati, jo kur vendosesh ti ta shkundesh pemën. Diku në vitin e 2 të universitetit, Adriana u zgjua një mëngjes dhe e dinte, me qetësinë e thjeshtë të diçkaje të vendosur, se do ta kërkonte. Jo tani, jo menjëherë, por do ta kërkonte. Vendimi kishte sjell me vete një nevojë praktike, informacionin. Kishte informacionin e gjyshes, Gjermani, punë, diçka e hapur, por kjo ishte e pamjaftueshme. Duhej diçka konkrete. Fillimisht kishte shkuar te lumtura. Nëna, tani pak e qetësuar nga vitet, pak e hapur nga largësia fizike e vajzës, kishte folur pak më shumë. Kishte zbuluar se kishte mbajtur disa letra të vjetra. Jo letra nga Iliri, por letra nga e motra e tij. Ajo motra që kishte jetuar në qytetin tjetër dhe kishte pasur kontakt me të vëllain vite pas largimit. Letra të shkurtra, të paqarta, ku flitej për të vëllain me emra specifik dhe pa adresa konkrete. Por kishte shënime mbi zarfet, mbi emra, numra, fragmente adresash gjermane të shkruara me dorë. Adriana i kishte marrë ato letra. Lumtura i kishte dhënë pa shumë rezistencë, si dikush që hesh një peshë nga shpina, dhe kishte filluar të punonte. Interneti kishte bërë kërkimin e njerëzve ndryshe nga ç'kishte qenë. Nuk ishte i thjesht, nuk ishte kurrë i thjesht kur njeri nuk ka adresë të plot dhe ka kaluar disa dekada pa kontakt, por nuk ishte e pamundur. Adriana kishte filluar me ato fragmente, emrin e plot të Ilirit, mbiemrin e familjes, fragmentet e adresave gjermane, qytetet që përmendnin letrat. Kishte krijuar profile të rreme në rrjete sociale vetëm për të kërkuar. Kishte dërguar mesazhe tek shqiptar të komunitetit gjerman në shpresë se dikush dinte diçka. Kishte shkruar email tek organizata të komunitetit shqiptar në Gjermani. Kjo kishte zgjatur muaj. Muaj të tërë pa rezultat konkret, me vetëm copa muzike të radios që dëgjohen për sekond, pastaj humben. Kishte pasur momente kur kishte menduar se kërkimi ishte i kot, se ndoshta Ilieri kishte ndryshuar emër, se ndoshta nuk ekzistonte më, se ndoshta gjëja e mençur ishte të linte të dekurit të qetë dhe të shikonte përpara. Por ato momente zgjasnin pak, pastaj kthehej prapa. Kthersa e vërtet erdhi nga vendi më i papritur, një kolegj i universitetit, djali nga Kosova, i cili kishte xhaxha me martuar me grua gjermane, dhe kjo grua gjermane dinte dikë nga komuniteti shqiptar të qytetit që Adriana kishte identifikuar si vendbanimin mundshëm të Ilirit. Zinxhiri ishte absurde i ishte holl, si fije, por zinxhirët e holl shpesh bajnë gjëra të rënda kur i beson. Kontakti erdhi, emri një burri në Gjermani, shqiptar, që njihte komunitetin mirë. Adriana i kishte shkruar duke e shpjeguar situatën me fjalë të zgjedhura, sinqerisht, por me pak shumë detaje, sepse nuk dinte si do reagonte ai person dhe nuk donte të dukej si diçka dramatike para se ta kuptonte situatën. Kishte shpjeguar se po kërkonte familjen e babait të saj, se kishte humbur kontaktin. Ai burri kishte kthyer përgjigje pas 2 javësh, shkurt. Kishte shkruar se emrin e Ilirit e njohni, se ishte në komunitet por nuk ishte aktiv, se mendonte se ai kishte biznes dhe kishte lëvizur nga qyteti ku ishte fillimisht në një qytet tjetër, gjerman më të madh. Ishte pak, por ishte diçka. Adriana e kishte lexuar atë email 10 herë, pastaj 20. Kishte ndier brenda vetes diçka që nuk ishte ndier gjatë gjithë atij kërkimi. Siguri. Siguria se njeriu ekzistonte, se nuk ishte fantazëm, se nuk ishte mit familjar, se ishte njeri real me adresë dhe biznes dhe jetë të vazhdueshme diku konkrete në botë. Dhe kjo siguri kishte sjell ndjenjë të dyfisht, si shumica e zbulimeve të mëdha. Nga njëra anë, gëzimi i fshehur, ai gëzimi i thellë që nuk qesh me gojë, por ndihet si ngrohtësi nga brenda. Nga ana tjetër, tmerri, i qartë, i papritur, i pastër. Tmerri nga çfarë vinte tani. Universitetin e mbaroi me notë mesatare të mirë dhe me një tezë të shkruar rreth themës së identitetit dhe mungesës. As ajo nuk e dinte nëse ishte aksident apo jo që kishte zgjedhur pikërisht atë temë. Profesorja e vet kishte lexuar tezën dhe kishte thënë se kishte një thellësi emocionale të pazakont për dikë kaq të re. Adriana e kishte marrë komentin si kompliment dhe si diagnozë njëkohësisht. Punoi. Filloi si gazetare në një medium të vogël online, pastaj kaloi në redaksinë e një gazete, pastaj gjeti vendin e saj si shkrimtare e lirë, artikuj, reportazhe, komente kulturore. Nuk bëhej e pasur, por bëhej e pavarur,
Dhe pavarësia kishte vlerën e vet, të veçantën, specifiken, të diturisë që nuk ja jep askush, por e merr vetë me punë. Jetën e bënte si shumica e të rinjve të qytetit, me ritmin e punës, me shoqërinë e ngushtë, me ato gjëra të vogla të lumturisë dhe ankthi që formojnë indin e ditëve normale. Kishte marrëdhënie, njëra e gjatë, e vështirë dhe e mësimdhënëse, dy të tjerat më të shkurtra dhe më të qarta. Kishte mësuar diçka nga secila, nga e gjata, se dashuria nuk mjafton nëse njeriu nuk di çfarë dëshiron, nga të shkurtrat, se qartësia është burim i madh. Kishte mbetur e vetme jo nga zgjedhja e vetëmqenies, por nga mundësia e papërsëritur ende e çiftit të duhur. Dhe gjatë gjithë kësaj, kërkimi vazhdonte. Ngadalë, me ndërprerje, por vazhdonte. Çdo disa muaj Adriana kthehej tek ai zinxhiri holl informacionesh dhe shtonte pak gjë. Kishte arritur të gjente emrin e qytetit gjerman ku Iliri mendohej të kishte qenë. Qyteti mesëm, industrial, me komunitet shqiptar të organizuar. Kishte gjetur një profil të vjetër të rrjeteve sociale me emrin e duhur dhe foton e turbullt. Burri moshave të mesme, flok të shkurtër, fytyrë që dukej familjare, por ndoshta ngjashja ishte vetëm ajo çfarë dëshironte të shihte. Kishte gjetur referencën e një biznesi të vogël me atë mbiemër, ndërtim, punë me material. Fragmentet po bëheshin figurë. Doli një gjë tjetër, e papritur dhe e dhimbshme. Iliri kishte familje tjetër, kishte martesa tjetër, gjersa dëgjohej grua gjermane ose austriake, informacionet nuk ishin të qarta, dhe fëmijë. Fëmijë tjerë, gjysma apo tërësisht gjerman, që rriteshin me baban e tyre pranë. Adriana e mori atë informacion si goditje fizike. Kishte ulur kompjuterin dhe kishte dalë të ecte. Kishte ecur gjatë, pa drejtim, nëpër rrugët e Tiranës, midis turmës që nuk dinte asgjë, midis njerëzve me jetët e tyre, dhe kishte ndjerë mbi të gjitha zemërim. Jo si emocioni kontrolluar, si diçka e parë, primitive, si zjarr që kapi kashtën e thatë. Zemërim ndaj atij burri që kishte lënë vajzën e tij dhe kishte shkuar të ndërtonte jetë tjetër, që kishte qenë baba për fëmijë të tjerë, ndërkohë që ajo kishte rritur duke shikuar fotografi të zverdhuara dhe duke u pyetur. Kishte qarë atë natë, qante rrallë për kur qante me gjithçka, qante me atë lloj qarjeje që pastron, që merr brenda të gjitha ato gjëra të grumbulluara dhe i lëshon jashtë, si barra e hedhur. Por zemërimi dhe lotët kishin lënë vend deri në mëngjes diçka e tjetër. Vendimit. Jo vendimit të braktisjes, vendimit të konfrontimit, jo më të kërkimit të heshtur, të largët. Duhej shuar ajo distancë, duhej takimi vërtet. Gjitja e adresës konkrete mori edhe disa muaj. Adriana përdori çdo burim të disponueshëm, regjistrat e bizneseve gjermane, platformat e profesionale, kontaktet njerëzore. Biznesi i ndërtimit me atë mbiemër kishte rezultuar të jetë jo i vogël, kishte faqe interneti, kishte regjistrim zyrtar, kishte adresë të plot, kishte fotografi profesionale të ekipit. Dhe në ato fotografi kishte fytyrë. Fytyrë burri mes të 50-tave, trupi fort dhe i mbajtur, flok gri por jo të bardh, veshur me kostum jo shumë formal, me shprehje serioze por jo të mbyllur. Kishte diçka rreth syve, forma e syve, mënyra si ran vetullat, që Adriana e njohi menjëherë. Jo nga fotografia e vjetër e zverdhuar, e njohi përse e kishte parë çdo ditë në pasqyrë. Ato ishin sytë e saj. Kishte qëndruar para atij ekrani dhe kishte parë ato sy, dhe bota kishte u bërë e qetë si moria para stukës. Kishte ndjerë brenda vetes ato dy gjëra njëkohësisht. Konfirmimin, kishte ai, tronditjen. Pra ekziston me të vërtetë. Është njëri real, nuk mund të anashkalosh më. Ai biznes nuk ishte i vogël, i e kishte punëtor, kishte kontrata me kompani të mëdha, kishte disa projekte njëkohësisht. Adriana e hetoi me kujdesin e gazetares, me metodë dhe durim. Shaher kishte provuar të vlerësonte pasurinë e biznesit nga burime publike, kishte arritur tek shifra që nuk i kishte pritur. Jo pasuri e madhe industriale, jo pasuria e oligarkut, por pasuri e vërtet, e ndërtuar, e qëndrueshme. Milionat e Gjermanisë, jo ato të ëndrave. Iliri kishte shkuar dhe ndërtoi gjithçka, kishte bërë atë që ndronte,
Kishte fituar atë që dëshironte. Kishte bërë suksesin e tij. Pa vajzën e tij, pa asnjë fjalë tek vajza e tij. Adriana mbajti atë njohuri brenda për disa javë. Pastaj I shkroi nënës. Jo me detaje, por me thelbin. E kishte gjetur. Dinte ku ishte. Do të shkonte. Lumturia kishte qëndruar pa fjalë për një kohë. Pastaj kishte thënë: "Mirë, por shko e fort." Shko e fort. 2 fjalë nga brua që kishte mbajtur gjithçka vet dhe kurrë nuk ishte ankuar. 2 fjalë si dhunti dhe si paralajmërim njëkohësisht. Organizimi I udhëtimit kishte marrë kohën e vet. Adriana nuk ishte shkuar impulsivisht, kishte bërë llogarinë e çdo gjëje. Kishte siguruar njohin, kishte planifikuar udhëtimin, kishte marrë disa ditë leje nga puna. Kishte menduar edhe si do kontaktonte, si do prezantohej, si do I qasej atij njeriu pa u dukur si sulim dhe pa qenë as e buta e tepruar. Kishte menduar se ndoshta duhej të shkruante fillimisht një letër ose email, por pastaj kishte arritur te konkluzioni se çdo shkrim ishte tepër I lehtë për t'u injoruar. Njeriu mund të mos hap email, mund të fshi, mund të pretendojë se nuk ishte marrë. Prania fizike nuk mund të injorohej një lloj. Udhëtimi me avion ishte I parë ndërkombëtar. Kishte udhëtuar brenda Shqipërisë dhe Kosovës, por kurrë jashtë. Kur aeroplani kishte ngritur mbi Tiranën dhe qyteti kishte u bërë I vogël poshtë, Adriana kishte ndjerë ndjenjë surrealiste. Sikur jeta kalon nga versioni I zakonshëm në diçka tjetër dhe nuk ka rikthimi plot drejt vjetres. Pavarësisht çfarë do ndodhte gjatë atij udhëtimi, ajo Adriana që kthehej do të ishte ndryshe nga ajo Adriana që kishte fluturuar. Gjermanin kishte gjetur duke filluar të vjeshtës. Qyteti ku kishte arritur ishte I rregullt dhe I qetë sipas standardeve gjermane. Rrugë të pastra, arkitekturë funksionale, ritëm urban por jo kaotik. Kishte marrë hotel të vogël në qendër, kishte lënë çantën dhe kishte ulur mbi shtratin e ngushtë të dhomës dhe kishte marrë frym thellë. Nesër do të shkonte. Atë natë nuk kishte fjetur mirë, kishte fjetur me ndërprerje, duke u zgjuar çdo disa orë me atë lloj zgjimi ankthi kur nuk di për çast nëse jeta ku gjendesh është e vërteta apo ëndra. Kishte shikuar tavanin dhe kishte menduar të gjitha skenaret e mundshëm. Nëse nuk ishte atje, nëse nuk e pranonte ta takonte, nëse ishte atje dhe e shihte dhe bëhej e ftohtë, e papërkushtuar, e hutuar. Nëse ishte atje dhe shpjegohej, por shpjegimi ishte I pamjaftueshëm. Nëse ishte atje dhe nuk dinte asgjë. Nëse kishte jetuar 38 vjet pa ditur se çfarë kishte lënë pas. E fundit e kishte friksuar më shumë nga të gjitha. Mundësia që ai të mos kishte asnjë keqardhje. Mundësia e njeriut që e bën zgjedhjen, e bëri pa pendim dhe e kishte jetuar pa hije. Kjo do të kishte qenë e pabarballueshme, jo sepse do kishte dëshmuar se nuk e donte. Po donte a nuk donte ishte çështje tjetër, por sepse do të kishte dëshmuar se Adriana, fëmijëria e saj, mungesat e saj, lotët e saj nuk ishin peshuar asgjë në ekuilibrin e jetës tjetër të tij. Kishte marrë foton, atë fotografi të vjetër, të zverdhur, dhe e kishte mbajtur në duar në errësirë. Kishte shikuar atë buzëqeshje të hapur të burrit të ri dhe kishte provuar sërish të lexonte diçka brenda saj. Tani, shumë vjet pas herës së parë, kishte lexuar diçka ndryshe, naivitet. Jo keqdashje, por naiviteti plot. Naiviteti I dikujt që nuk e di se zgjedhjet kanë pasoja, se ikjet lën gjurmë, se njeriu mund të eci larg, por ajo çfarë braktis gjithmonë e ndjek. A e dinte sot? A kishte gjetur ende? Kishte vënë foton mbi tryezën e natës dhe kishte mbyllur syt. Mëngjesi kishte ardhur gri dhe I ftohtë, si gjermanët e quanin ditë normale, si shqiptarët do ta quanin ditë jo shumë të mirë. Adriana kishte pirë kafe. Kafja gjermane ishte ndryshe, jo e fortë si espresso shqiptar, por jo e keqe. Kishte veshur rrobat e parapërgatitura, kishte shikuar pasqyrën dhe kishte parë një grua 34 vjeçare me sy të lodhur, por me shprehje vendosur. Adresa e biznesit ishte jashtë qendrës në zonë industriale, me metro dhe pastaj me këmbë. Ndërtesë funksionale, e re, me logon e kompanisë mbi hyrje. Hyrja kishte qelq dhe çelik dhe mbrënda dukeshin njerëz duke punuar.
Adriana kishte qëndruar jashtë për 5 minuta. Thjesht duke qëndruar, duke marrë frymë, duke lënë zemrën të rrahte shpejt pa u friksuar nga ajo rrahje. Pastaj kishte hyrë. Recepcionistja kishte qenë grua e re gjermane, profesionale dhe e sjellshme. Adriana kishte shpjeguar me gjermanishten e saj të kufizuar dhe anglishten plotësuese, se donte të takonte zotin me atë mbiemër, se kishte çështje personale. Kishte shtuar emrin e saj dhe kishte shtuar me qetësi që e habitu veten. Jam vajza e tij. Recepcionistja kishte ngrirë për 1 sekond, vetëm 1 sekond, pastaj kishte thënë, do të kontrolloj. Kishte telefonuar dhe kishte folur me zë të ulët. Pastaj kishte ngritur syt dhe kishte thënë, ju lutem, prisni. Priti, 10 minuta, 15. Kishte ulur si karrigen e pritjes dhe kishte parë njerëzit duke kaluar. Punëtor me dosje, vizitor të tjerë, jeta normale e një zyre normale. Ishte menduar se sa absurde ishte. Ajo kishte ardhur nga tjetra anë e Europës dhe po priste si cilati tjetër. Pastaj kishte dëgjuar hapa në korridor, hapa të rënde, të ngadalta me ritëm të dikujt që ecën kur nuk di çfarë pret. Dhe kishte dalë. Iliri, mashtrimi i plot ishte i qartë tani, fizikisht para saj, ishte burri moshave të 50 vjeçar, me trup të shëndosh dhe të mbajtur, me flok gri të shkurtër, me fytyrë që kishte linjat e moshës, por strukturën e njeriu të ri nga fotografia. Kishte veshur pantallona të zeza dhe bluzë të bardhë, me nga të mbledhura. Kishte duar të mëdhaja, duart e punëtorit, jo të biznesmenit të fotografive. Por ato sy që Adriana kishte parë çdo ditë në pasqyrë gjatë 34 vjet. I njëjtë, si 2 pasqyra të vogla midis 2 fytyrash. Iliri kishte ndalur një 2 metër larg dhe e kishte parë. Kishte parë dhe kishte heshtur. Fytyra e tij kaloi në përshprehje, befasi, pastaj diçka si njohje, pastaj diçka e paemërtuar. Adriana kishte dalë në këmbë. Nuk kishte gojë, kishte vetëm syt dhe zemrën që rrahte kaq shpejt sa e dëgjonte. Kishte qëndruar kështu, 2 metër mes tyre duke parë njëri tjetrin me ato sy identik, bab dhe bir që po takoheshin për herë të parë si njerëz të rritur, dhe bota e gjithë zyrës rreth tyre kishte u bërë si e mekur, si tabloja e ngrezur. Pastaj Iliri kishte hapur gojën dhe kishte thënë, shqip me zë të qarë, Adriana. Jo pyetje, jo thirrje, vetëm emri, si pohim, si njohje, si diçka që kishte njërë gjatë brënda dhe nuk kishte dalë deri atë çast. Dhe Adriana, që kishte planifikuar fjalët e saj, kishte menduar se do fliste me forcë dhe qartësi dhe vendosmëri, kishte ndjerë diçka të çuditshme. Nuk kishte patur zemërim, kishte pritur zemërim, kishte pasur zemërim gjatë gjithë udhëtimit, por atë çast, me atë njeri para saj duke thënë emrin e saj me zë të qarë, kishte ndjerë vetëm dhimbje. Dhimbje e thjesht, e pastër, e vjetër. Kishin shkuar në dhomën e tij të takimeve. Dhomë vogël me tryezë dhe 4 karrige, pa dritare, pa objekte personale. Dhomë profesionale dhe neutrale, e pa përshtatshme për bisedë kaq jo standarde. Recepcionistja i kishte sjell kafe pa i pyetur, ndoshta kuptuar se situata kërkonte diçka normale për t'u mbajtur. Kishin ulur na njëri tjetrit dhe kishin heshtur për kohë të gjatë. Pastaj, Adriana kishte nxjerr foton, atë fotografi të vetme, të zverdhur me skajet e grisura, dhe e kishte vënë mbi tryezë midis tyre. Iliri kishte parë foton, kishte zgjatur dorën dhe kishte marrë, me kujdes, me gishta të dridhur, dhe kishte parë veten të ri duke mbajtur foshnjën. Kishte heshtur shumë. Pastaj, kishte vënë foton poshtë me kujdes, si diçka të çmuar dhe të brisht. Ku e ke gjetur? Kishte pyetur. E gjeta në shtëpi, kur isha 15, kishte thënë Adriana. Zëri i kishte dalë qetë me atë lloj qetësie artificiale të dikujt që mban shumë dhe tregon pak. Kishte pasur heshtje tjetër. Si u rite? Kishte pyetur pastaj dhe pyetja kishte tingëlluar si agonisht dhe i sinqert njëkohësisht. Agonisht, sepse kush ka të drejtë ta bëj, e sinqert,
sepse kishte pyet si dikush që me të vërtet donte të dinte. Adriana kishte marrë frymë thellë. Kishte shumë çfarë të thotë për atë pyetje. Kishte 34 vjet çfarë të thotë. Adriana kishte filluar të flasë. Kishte filluar nga fillimi, jo nga lindja, por nga kujtimet e para, nga ato momentet e hershme fëmijërie kur kishte filluar të kuptoj se boshllëku kishte emër. Kishte treguar shkollën, miqt e baballar, festën e vitit të ri kur kishte parë shoqen duke u ndriçuar nga krenaria e babit. Kishte treguar gjyshën, ato biseda mbrëmjeje, ato histori para gjumit kur baballarët asnjëherë nuk iknin pa u kthyer. Kishte treguar nënën, jo me akuza kundër tij, por me faktet e qarta. Si lumturia kishte mbajtur gjithçka vetëm, si kishte punuar pa pushim, si kishte mbyllur dhimbjen brenda si zjarr pa dritare. Kishte treguar vështirësitë ekonomike, jo si ankesë, por si e vërtetë e thjeshtë, sepse të vërtetat e thjeshta janë ato që prekin. Iliri kishte dëgjuar pa e ndërprerë, kishte ulur syt disa herë, kishte ngritur syt disa herë, kishte mbajtur kafen mes duarve pa e pirë. Adriana kishte vazhduar. Universiteti, Tirana, vendimi për të kërkuar, muajt e gjatë të hetimit, zinxhiret e hollë të informacioneve, fotografia profesionale ku kishte parë sytë e tij, sytë e saj. Momentin kur kishte zbuluar se kishte familje tjetër. Atë natë kur kishte qarë si nuk kishte qara prej kohësh. Kishte treguar gjithçka, jo si akuza, si dëshmi, si historiani që paraqet provat dhe lë gjykimin tek tjetri. Kur kishte mbaruar, dhoma kishte qenë tepër e qetë. Zërat e zyrës nga jashtë kishin dëgjuar si diçka shumë e largët. Iliri kishte folur pastaj, me zërin e ulët të dikujt që nuk ka fjetur mirë prej kohësh, jo domosdoshmërisht prej asaj nate, por prej vitesh ndoshta. Kishte folur për rinin e tij, për atë çuditshmëri të thellë të rritjes kur mendon se dini gjithçka dhe nuk dini asgjë. Kishte folur për frikën dhe kjo kishte befasuar Adrianën sepse nuk e kishte pritur. Frikën. Kishte folur se kishte frikë të mos bëj asnjëherë gjë, frikë ta jetonte gjithë jetën duke parë të tjerët largoheshin dhe ndërtoheshin, ndërkohë që ai mbetej. Kishte pranuar, dhe kjo kishte ardhur pas heshtje të gjatë, me fjalë të ngadalta dhe zë të qarë, se largimi i kishte lashtart, se kishte planifikuar, se kishte ditur se linte foshnjën pas. Mendova se do të kthehesha shpejt, kishte thënë. Mendova se do fitoja para dhe do të kthehesha brenda 2 vjetësh dhe gjithçka do të ishte e ndryshme. Adriana kishte mbajtur heshtjen. Nuk u ktheve pas 2 vjetësh, kishte thënë me qetësi. Jo. As pas 5. Jo. 34 vjet nuk u ktheve. Heshtja kishte bërë rënd sigur. Jo, kishte thënë Iliri dhe zëri i kishte dalë i thyer plotësisht. Jo si zëri i plakut, por si zëri i njeriut që mban diçka shumë të rënd shumë gjatë dhe e lëshon tani. Nuk kishte justifikim të mjaftueshëm, dhe ai e dinte. Kishin parë njëri tjetrin dhe të dy e kishin ditur këtë. Adriana kishte dal nga ajo ndërtesë pas 2 orësh. Kishte dal dhe kishte ecur. Nuk kishte marrë metro, nuk kishte marrë taksi. Kishte ecur, edhe pse qyteti ishte i panjohur dhe dimri kishte filluar të zbriste, sepse kishte nevojë për hapësirën e ecjes, për rrugën nën këmbë, për lëvizjen fizike që i jep mendjes kohë dhe hapësirë. Brenda asaj ndërtese kishte ndodhur shumë, kishte ndodhur konfrontimi, kishte ndodhur njohja, kishte ndodhur pjesa e parë e shpjegimit, por nuk kishte ndodhur ndjes. Jo ende, apo ndoshta jo fare, nuk e dinte. Iliri kishte shpjeguar, kishte pranuar, kishte qarë pak, diskret, me dorën mbi fytyrë, me ato lotë të burrit të moshuar që nuk janë mësuar me lotët, por fjala falje nuk kishte dalë. Ndoshta sepse të dyve u ishte dukur se falje do kishte qenë e pamjaftueshme. 3 rrokje për 34 vjet. Llogaritja nuk mbyllej. Adriana ecte dhe mendonte. Mendonte me atë qartësi të veçantë që vjen pas momenteve të mëdha emocionale, kur bota bëhet për pak kohë si tabloja e thjesht, pa shtresa, pa mjegull. Mendonte se çfarë kishte ndodhur atje brenda dhomës neutrale me 4 karrige, dhe ndjente diçka që nuk e kishte pritur. Lehtësim, jo lumturi, jo zgjidhje, jo falje, thjesht lehtësim.
si kur mban frymën gjatë dhe i lëshon. Kishte ekzistuar, kishte qenë real, kishin folur si dy njerëz me histori të përbashkët të dhimbshme, dhe askush nuk kishte ikur nga dhoma, askush nuk kishte ngritur zërin, askush nuk kishte bërë pretendime të paarsyeshme. Kishte qenë real dhe i dhimbshëm dhe i ndershëm, dhe kjo ndershmëri e papritur kishte vlerën e vet. Por lehtësimi kishte shtresën e tij poshtë. Dhimbja nuk kishte ikur, dhimbja ishte akoma atje, e njëjtë, e vjetër, e thellë. Kishte ndryshuar vetëm konteksti. Tani dinte kush ishte faqja e dytë e historisë, dinte se ai njeri ekzistonte, dhe kishte folur dhe kishte qarë. Por fëmijëria nuk ndryshohej. Nëna me duart e thyera nga puna nuk ndryshohej. Vitet pa baba nuk mund të rindërtoheshin. Takimi i dytë kishte ndodhur 2 ditë më vonë. Iliri kishte kërkuar, kishte dërguar mesazh tek numri që Adriana i kishte lënë. Kishin dalë të hanin tek, larg zyrave, në restorant të qetë shqiptar, kishte gjetur vend shqiptar, kishte menduar ndoshta se hapësira familjare e gjuhës do ta bënte gjithçka pak më të lehtë. Atëherë kishin folur ndryshe, kishte pasur edhe momente humori të zi, jo sepse situata ishte qesharake, por sepse humori i zi është ndonjëherë mënyra e vetme e mbijetesës ndaj gjërave shumë serioze. Kishin biseduar për jetën konkrete. Adriana kishte treguar punën, jetën e Tiranës, nënën, gjyshen e ndjerë. Iliri kishte treguar fillimin e vështirë në Gjermani, vitet e punës si punëtor ndërtimi, pastaj si zotri punrash, pastaj biznesi i vet. Kishte treguar edhe familjen tjetër, me hezitim, me fjalë të zgjedhura, por kishte treguar. Grua gjermane, 2 fëmijë tashmë të rritur. Kishte thënë fjalë që Adriana i kishte mbajtur. Ata nuk e din për mua. Gruaja ime di se kisha martesë të parë, por nuk di detaje. Fëmijët nuk din. Adriana kishte dëgjuar dhe ndier zemërim të ri, jo aq për veten, sa për situatën, se gjatë gjithë atyre viteve, ata fëmijë kishin pasur baban pranë, të plot, të pranishëm, dhe nuk e kishin ditur se kishin motor gjysmë të braktisur diku tjetër. Kishte diçka thellësisht e padrejtë në atë asimetri. Do t'u tregosh? Kishte pyetur. Iliri kishte heshtur gjatë. Nuk e di. Kjo është gjëja jote, kishte thënë Adriana, dhe zëri kishte dalë me forcë që e befasoi jetë vet. Por duhet të dish, unë nuk do t'jem sekret. Nuk kam qenë sekret gjatë gjithë jetës dhe nuk do t'jem. Kishte qenë momenti i parë kur kishte vendosur kufirin dhe kishte ndjerë brenda vetes, ndoshta për herë të parë gjatë atij udhëtimi, diçka si fuqi. Fluturimi i kthimit kishte qenë i heshtur. Adriana kishte ulur afër dritares dhe kishte shikuar Gjermaninë duke u bërë e vogël poshtë, duke u bërë fillimisht qytet, pastaj vija, pastaj re, pastaj asgjë. Kishte mbajtur çantën në bigjunj dhe brenda çantës, të mbështjellur me kujdes, kishte foton, atë fotografi të vetme të zverdhur, dhe krahas saj, diçka të re, kartvizitën e Adrianit, adresën e tij, numrin e tij, provën fizike dhe të re se ekzistonte, jo si mitologji e familjes, por si njëri me adresë dhe numër telefoni. Kishte menduar gjatë gjithë fluturimit, jo në rend linear, por me ato mendime të coptuara të kohës pas ngjarjeve të mëdha emocionale, kur mendja nuk proceson si kompjuter, por si lum pas shiu, me forcë dhe pa drejtim të qartë. Kishte menduar për nënën, kur të kthehej, duhet i tregonte, jo çdo detaj, disa gjëra i takojnë vetëm asaj që i ka jetuar, por thelbin, se e kishte gjetur, se kishte folur, se kishte qenë real, se kishte qarë, se kishte propozuar kompensim financiar që Adriana e kishte refuzuar si formë blerje, por jo si gjest. Kishte menduar se si do ta merrte lumturia. A do të ndjente diçka? A kishte mbetur dashuria atje? Jo dashuria romantike e çiftit të rinj, por ajo gjë tjetër, ajo lloj lidhje emocionale që mbetet edhe pas tradhtisë, si lloj shenje mbi lëkurë. Apo kishte arritur tek qetësia absolute? Tek ai vend ku njeriu ka procesuar gjithçka dhe ka mbyllur llogarinë me vet dhe nuk ka mbetur as urrëtie? Kishte menduar edhe për fëmijët e tjerë, gjysmëvëllëdhërit gjerman që nuk e dinin se ekzistonte. Kishte menduar nëse do donin ta dinin ndonjëherë. Kishte menduar nëse ajo vet donte t'i takonte. Dhe kishte arritur tek ndjenja e çuditshme se po, jo menjëherë, jo me nxitim, por ndonjëherë po. Jo sepse duhej të plotësonte familjen,
Familja e saj ishte nëna, kishte qenë gjyshja, ishin miqt, ishte ajo vetë, por sepse ato njerëz, pa fajin e tyre, kishin bashkjetuar me të njëjtin burr dhe ndoshta kishin tregimet të tyre, perspektivat të tyre, të vërtetat të tyre, dhe e vërteta është gjithmonë më e plot kur dëgjohet nga shumë zëra. Shtëpia kishte erën e njohur kur kishte hapur derën. Lumturia gatiste diçka dhe radio luante muzikë të qetë dhe dritat ishin ndezur kundrejt errësirës që kishte filluar të binte jashtë. Gjëra kaq normale, kaq të zakonshme, kaq të çmueshme në papërsëritjen e tyre. Kishte ulur me nënën dhe kishte folur. Lumturia kishte dëgjuar me duart e mbledhura mbi tavolinë, me shprehje të palëvizshme, por me sy tepër aktiv. Ato sy të nënave që njohin çdo nuancë të zërit të fëmijës së tyre. Kur Adriana kishte mbaruar, kishte pasur heshtje. Pastaj Lumturia kishte thënë diçka totalisht të papritur. Kishte sytë e tu, apo ti ke sytë e ti? Adriana kishte ndalur. Pastaj kishte qeshur, qeshje e vërtet, e papritur. Ajo qeshje që del kur diçka godet pikën e saktë të mendjes. Të dyja, kishte thënë. Dhe Lumturia kishte tundur ngadalë me shprehjen e dikujt që ka marrë konfirmim për diçka që e dinte prej kohësh. Muajt pas kthimit kishin pasur ritmin e tyre. Adriana kishte kthyer punën, kishte kthyer jetën e zakonshme, por jeta e zakonshme kishte teksturë ndryshe tani. Kishte dirë si kur hapesh dritaren e mbyllur shumë gjatë dhe ajri i freskët hyn jo si goditje, por si lehtësim gradual. Kishte filluar korrespondencë me Ilirin, mesazhe her pas here, biseda telefoni. Nuk ishte ngroft dhe spontane siç mund të ishte raport normal baba-bij. Ishte i kujdesshëm, i matur, me ritmin e dy njerëzve që ndërtojnë urë mbi prurje të madhe, tulla nga njëra anë, tulla nga tjetra, me kujdes dhe pa nxitim. Kishte patur edhe tensione, kishin patur mosmarrveshje, kryesisht rreth faktit se Iliri ishte i ngadalt të tregonte te familja e tij gjermane, dhe kjo ngadalësi Adrianën e bënte të ndjejë sërish si sekret, sërish si diçka e fshehur. Kishte folur hapur, ose jam pjesë e historisë tënde, ose nuk jam, por nuk preste jem gjysma. Kjo kishte shkaktuar periudhë heshtjeje, disa vetë pa kontakt. Pastaj Iliri kishte telefonuar dhe kishte thënë se kishte folur me gruan e tij. Kishte qenë bisede vështirë, kishte thënë, dhe Adriana e besonte, por kishte ndodhur. Dhe gruaja gjermane kishte reaguar me mençuri njerëzore, kishte qenë të tronditur, kishte qenë e fyer, por kuptua. Kishte thënë se donte ta takonte Adrianën ndonjëherë. Fëmijët do të dinin kohën e tyre. Adriana shkroi rreth gjithë kësaj. Jo menjëherë, duhej kohë para se t'i jepej formë diçkaje kaq të thellë, por e shkroi. Filloi si shënim personal, pastaj u bë artikull, pastaj u bë diçka gjatë, tregimi plot, i ndarë dhe i mbledhur, me fillim dhe mes dhe fund, ose atë fund të hapur që kanë historitë e vërteta. Artikullin e kishte botuar dhe reagimi kishte qenë i papritur. Njerëzit kishin shkruar, shumë njerëz, kishin shkruar historitë të tyre, ata që kishin braktisur dhe pendoheshin, ata që kishin braktisur dhe po kërkonin, ata që kishin gjetur dhe nuk kishin pritur çfarë gjetën, ata që vendosën të mos kërkonin dhe dëshironin të dinin nëse kishin bërë gabim. Kishte kuptuar diçka nga ato reagime. Historia e saj nuk ishte e vetme. Ishte e veçantë në detajet e saj, por boshllëku, ai boshllëk i formuar nga prindi që ikën, ishte universal. E gjente tek njerëzit e kulturave të ndryshme, moshave të ndryshme, rrethanave të ndryshme, dhe të gjithë ata njerëz, pavarësisht nga ndryshimet, kishin të njëjtën pyetje thelbësore. Si vazhdon të jesh i plot kur një copë e plotësisë tënde është vendosur nga dikush tjetër dhe mund të tërhiqet prej tij? Përgjigjja që kishte gjetur Adriana, dhe nuk pretendonte se ishte e vetmja përgjigje apo përgjigjja e duhur për të gjithë, ishte kjo. Plotësia nuk vjen nga ai tjetri, vjen nga vetja. Boshllëku ekziston, nuk mund ta fshish, nuk mund ta plotësosh me takime të vonuara, apo me para, apo me shpjegime. Por boshllëku nuk e definon njeriu, e definon vetëm nëse e lejon ta bëjë këtë. 34 vjet kishte menduar se ishte e paplot, por 34 vjet kishte funksionuar, kishte mësuar, kishte punuar, kishte dashur, kishte humbur dhe kishte ngritur sërish. Kishte bërë zgjedhje të veta, kishte ndërtuar jetën e vet, jo me dhimbje, por si çdo ndërtim real, me material të vështirë dhe durim, dhe rezultat që qëndron. Nuk kishte pritur pa banta ta ndërtonte, nuk mund të priste. Vizita e dytë në Gjermani erdhi rreth 6 muaj pas të parës, dhe kësaj here ishte ndryshe.
Iliri e priti jo në zyrë, por në shtëpi e madhe dhe e qetë në lagje rezidenciale, me kopsht dhe atë rend karakteristik gjerman që tregon jo pastërtin, po mendësinë e vendit. Gruaja e tij kishte qenë atje, Marta, grua gjermane në të 50-tat, me shprehje të matur, por jo armiqësore. Kishin pirë kafe së bashku, kishin biseduar me kujdesin e njerëzve që ndërtojnë diçka të re pa plan të qartë. Kishte qenë e vështirë, por kishte qenë e vërteta, dhe e vërteta ka verën e sajen, edhe kur nuk është e bukur. Fëmijët e Ilirit, mosha e Adrianës, rreth 30, pak vjet nën të, do të dini rreth saj kohën e duhur. Kjo ishte marrëveshja, jo sot, jo nesër, për kohën e duhur. Adriana kishte pranuar, nuk kishte nxituar, kishte mësuar se nxitimi shkatron shumë gjëra që kohësia i ndërton. Nënës i kishte treguar çdo takim, jo detajin, por thelbin, dhe lumturia kishte dëgjuar, her pas here, me atëjeshtje aktive të herës. Kishte thënë pak, por një herë kishte thënë diçka që Adriana e ka mbajtur. Nuk i urrejtja asnjëherë, e urreva zgjedhjen, ka ndryshim. Adriana e kishte menduar gjatë atë dallim. Njeriu kundrejt zgjedhjes, nuk ishte thjesht gjuhësore, ishte filozofike, thelbësore. Të urresh njeriun është të ngecësh te ai, të urresh zgjedhjen është të lirohesh prej saj. Lumturia kishte mbaruar jetën e saj si grua që nuk priti kurrë shpëtimtar dhe nuk u bë viktim kurrë. Kishte qenë e fortë, jo me forcën dramatike të heroinës, por me forcën e qetë të pemës. Ajo forcë që nuk shihet sa është qetësi, por testohet kur vjen stuhia dhe ajo qëndron. Adriana kishte trashëguar atë forcë edhe pa i ditur. 34 vjet është kohë e gjatë, aq i gjatë sa fëmijë bëhen njerëz të rritur, aq i gjatë sa njerëzit e rinj plakin, aq i gjatë sa bota ndryshon disa herë dhe njeriu ndryshon me të, apo kundër saj, apo anash saj. 34 vjet me boshllëk ka mësuar Adrianën disa gjëra, jo si leksioni thjesht, si janë leksionet e shkollës, por si ato gjëra që mësohen me trup dhe shpirt dhe nuk harrohen. Ka mësuar se mungesa nuk është humbje. Mungesa e babit kishte qenë dhimbje e vërtetë dhe e vazhdueshme, por nuk e kishte bërë të paplot si njeri. Kishte bërë boshllëk, dhe boshllëku, edhe pse dhimbet, i lë hapësirë gjërave tjera të rriten. Miqësinë e thellë, forcën e pavarur, aftësinë e empatisë ndaj të tjerëve që dhimben. Ka mësuar se njerëzit janë kompleks. Iliri nuk ishte as demoni i historisë familjare, as burri në shkëlqyer të biznesit. Ishte njeri, me dobësinë e frikës, me ambicien e papjekur, me zgjedhjet e gabuara dhe me ato gjëra të vogla njerëzore që shpjegojnë, por nuk justifikojnë. Të kuptosh kompleksitetin e dikujt nuk do të thotë të falësh automatikisht, do të thotë të largohesh nga thjeshtësia e dëmshme të imazheve të bardha e të zeza. Ka mësuar se falja është proces, jo ngjarje. Nuk erdhi si momenti vetëm i ndriçuar, ishte dhe ende është diçka që punohet ngadalë, si zejtari që çon dorën mbi sipërfaqen e ashpër dhe ngadalë e lëmoj. Ditë kur ndihet më afër, ditë kur kthehet mbrapa, por procesi vazhdon. Ka mësuar se familja është njëkohësisht biologji dhe zgjedhje. Familja e saj ishte nëna, gjithmonë, pa pyetje, ishte gjyshja e ndjerë me duar të çara dhe histori para gjumi. Ishin miq të ngushtë të Tiranës. Tani shtohej gradualisht edhe ky lidhje i ri, i komplikuar, i pa embërtuar mirë. Marrëdhënia me babain e vonuar dhe me botën e tij. Por shtohej, nuk zëvendësonte. Ka mësuar, dhe kjo është ndoshta mësimi më i vështirë, se dhimbja nuk ka të drejtë të zgjas përgjithmonë si dhimbje aktive. Mund të transformohet, mund të bëhet kuptim, mund të bëhet forcë, mund të bëhet aftësi për të kuptuar të tjerët. Dhimbja e mbajtur gjatë dhe pa procesuar bëhet helm. Dhimbja e pranuar dhe e kaluar në përveten bëhet diçka tjetër, jo lumturi, jo indiferencë, por urtësi. Gjyshja kishte vdekur pa e parë kthimin e Adrianës nga Gjermania. Kishte ikur qetë, në gjumin e natës, siç ikin njerëzit e mençur kur kanë bërë gjithçka që duhet bërë. Kishte lënë pas, pos kujtimeve dhe dashurisë, diçka konkrete, letër të vogël,
e shkruar me dorën shkrim të shtrëmbuar nga mosha, ku kishte shkruar: "Gjeje", dhe pastaj vendos vetë çfarë do bësh me atë që gjen. Kjo është fuqia jote. Adriana e kishte menduar gjatë atë dallim. Njeriu kundrejt zgjedhjes. Nuk ishte thjesht gjuhësore, ishte filozofike, thelbësore. Të urresh njeriun është të ngecësh te ai. Të urresh zgjedhjen është të lirohesh prej saj. Vite pas takimit të parë, Adriana bëri diçka që nuk e kishte planifikuar. Shkoi sërish në qytetin e vogël ku kishte lindur. Jo për punë, jo për vizitë formale, shkoi sepse ndjeu se duhej. Qyteti kishte ndryshuar pak, siç ndryshojnë qytetet e vogla, ngadalë dhe pa nxitim. Shtonte diçka këtu dhe humbte diçka atje. Rrugët ishin pak më të pastra, sheshi kishte stolet e rinj, kishte disa dyqane të reja, por kishte ende atë erën e njohur të dimrit, erdruri dimri dhe asfalti të lagur dhe bukës së freskët nga furra afër sheshit. Kishte shkuar tek shtëpia e fëmijërisë, banonte dikush tjetër tani. Lumturia kishte lëvizur me të në Tiranë vite më parë, kur ishte bërë e vjetër dhe nuk duhet të jetonte vetëm. Shtëpia kishte dritare të reja dhe derë të lyer, por struktura ishte e njëjtë. Kishte qëndruar para saj dhe kishte shikuar dhe kishte lënë kujtimet të vinin, jo me dhimbje, por si album fotografish. Fëmia e vogël me pyetje, adoleshentja me fotografi të zverdhur, vajza e re me vendime të ngadalta dhe rëndësishme. Pastaj kishte shkuar tek varri i gjyshes, kishte ulur mbi gur të ftohtë dhe kishte folur, sepse kishte menduar se njerëzit e dashur dëgjojnë, pavarësisht se ku janë. Kishte treguar gjithçka: takimet, bisedimet, familjen gjermane, ndërtimin gradual të raportit, muajt e mirë dhe muajt e vështirë. Kishte treguar se artikulli preku njerëz, kishte treguar se nëna ishte mirë, kishte treguar se ajo vetë ishte mirë. Jo mirë si mbarimi problemeve, por mirë si njëri që ka gjetur ekuilibrin e tij. E gjeta gjyshe, kishte thënë, dhe vendosa, ashtu siç më ke thënë. Friu era në përpemët e varrezës dhe gjethet e para të vjeshtës ram mbi gur, të gjalla, të kuqe, si gjithmonë. Adriana sot jeton me dijen që jeta nuk ka gjithmonë fund të drejtë, nuk ka rindërtim të plot të çfarë humbet, nuk ka rikthim të vërtet i asaj që ka përçet, por ka diçka tjetër, ka mundësinë e kuptimit, mundësinë e vazhdimit, mundësinë e ndërtimit mbi të gjitha, edhe mbi shembjet. Iliri ishte bërë milioner, jo nga fati, por nga puna dhe vendosmëria, dhe ndoshta nga ajo largimi fillimit që e kishte çliruar për të ndërtuar pa peshën e gjithçkaje që kishte lënë. Por pasuria nuk kishte mbushur atë boshllëk të tin, sepse edhe ai kishte boshllëk, edhe nëse nuk e kishte pranuar gjatë. Boshllëku i atij fëmije të lënë, boshllëku i zgjedhjes së gabuar, boshllëku i viteve që kaluan pa u kthyer. Kur Adriana e takonte tani, dhe e takonte, periodikisht, me ritmin e dy njerëzve që ndërtojnë lidhje të vonuar por të vërtet, shihte në sytë e tij diçka që nuk e kishte pritur fillimisht. Mirënjohje të thellë, e pafolur, e atillumi që del kur dikush ja fal falin, jo falonin, por diçka më të çmuar, pranin. Ajo kishte shkuar, kishte gjetur, kishte qëndruar, dhe kjo, pikërisht kjo, ishte ndryshimi midis tij dhe saj. Ai kishte ikur, ajo kishte qëndruar dhe kërkuar dhe gjetur dhe vendosur të ndërtonte. Jo sepse ai e meritonte, por sepse ajo e meritonte plotësinë. Fotografia e vjetër qëndron akoma. Adriana e ka vënë në kornizë, jo të madhe, jo shumë të dukshme, mbi raft librash. Pranë saj ka vënë diçka të re, fotografi nga vizita e fundit, ku ajo dhe Iliri qëndrojnë jashtë restorantit gjerman me kafe në duar, me shprehje të dy njerëzve që nuk janë plotësisht rehat, por janë duke u përpjekur sinqerisht. Dy fotografi, njëra e zverdhur nga e kaluara, njëra e re nga e tashmja. Midis tyre, 34 vjet dhe gjithçka që ndodhi brenda tyre. Vizitorët e shtëpisë ndonjëherë pyesin për fotot. Adriana shpjegon shkurtër. Disa njerëz e shikojnë dhe thonë, sa mirë që e gjete. Disa thonë, unë nuk do kisha shkuar. Disa thonë, a ja vlente? Adriana u përgjigjet gjithmonë me të njëjtën fjalë.
Ja vlente të kisha zgjedhjen, jo rezultatin e caktuar, zgjedhjen, sepse kjo ishte gjëja e vetme që kishte në kontroll të plot. Gjithçka tjetër, si do reagonte Iliri, si do ecte raporti, si do pranonte familja e tij, si do ndjehej lumturja, asgjë nga këto nuk ishte qenë e sigurt, por zgjedhja për të shkuar, zgjedhja për të gjetur, zgjedhja për të parë të vërtetën sado e vështirë, kjo kishte qenë e sajën, e plot, e pakushtëzuar, e lirë, dhe liria, edhe kur dhimbë, ka shijen e vet, shije të veçantë, të pasvendësueshme, të asaj gjëje që je ti dhe vetëm ti. Nëna thot ndonjëherë, në ato mbrëmje kur ulen të dyja dhe qyteti ngadalsohet rreth tyre. Mos e anashkalo kurrë dhimbjen tënde, por mos e lër as ta drejtoj. Adriana dëgjon dhe noht, pastaj i merr dorën nënës, atë dorë të lodhur dhe të punuara, me shenjat e gjitha saj pune dhe kujtes, dhe e mban. Dhe qëndrojnë kështu, dy gra, nëna dhe bi, me historinë e tyre komplekse mes tyre si dhurat dhe si pesh njëkohësisht. Jashtë, qyteti vazhdo në ritmin e tij, bota vazhdo në ritmin e tij, dhe brenda asaj dhome, me dorën e nënës brenda dorës, Adriana ndjek diçka të thjeshtë dhe të rrallë, paqe. Jo paqe arritur sepse gjithçka ishte zgjidhur, paqe arritur sepse ajo kishte bërë çfarë duhej bërë dhe kishte qëndruar e fortë, dhe kishte shikuar të vërtetën drejt në sy dhe nuk kishte ikur. Ashtu siç ai kishte ikur, ajo kishte qëndruar. Dhe ndryshimi midis ikjes dhe qëndrimit, ky ndryshim i thjeshtë dhe i madh, ka bërë gjithçka. Kjo është historia e Adrianës, por është edhe pyetja jote. Ti çfarë do bëje?